Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi tayyibin tahirin wa sahbihi al-muntashabin wa ala jami'il anbiya'illahi wal mursalin. Me emrin e Allahut të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit. Falënderimet me të sinqerta vetëm për Allahun e madhëruar. Paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi profetin Muhammad, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të zgjedhur dhe mbi të gjithë të dërguarit e profetët e Allahut xhaleshanhu. Të nderuar dëgjues dhe shikues, ju përshëndesim përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe beqatia e Allahut qofshin mbi ju. Për ditën e sotme do të flasim rreth temës leximi dhe mësimi i Kuranit sjell zbukurim në jetën e njeriu. Kurani i Madhërisëm është dhurata më e madhe që Allahu i ka dhënë njerëzimit. Ajo është dritë që ndriçon zemrat, udhëzues i sigurt që nxjerr njeriu nga errësira e paditurisë dhe mëkatit, drejt dritës së besimit dhe së vërtetës. Leximi i këtij libri nuk është thjesht një akt gjuhësor, por një adhurim shpirtëror që ngulit në shpirtin e njeriu, qetësinë, pastërtinë dhe bukurinë e brendshme. Kurani nuk është libër që lexohet vetëm me gjuhë, por është udhëzues që duhet të përjetohet me zemër dhe të zbatohet me vepra. Leximi i tij e përgatit shpirtin, por mësimi dhe praktikimi i tij e bën njeriu të përfaqësojë vlerat më të larta të fesë. Imam Sadiku paqja qoftë mbi të ka thënë: lexuesi i Kuranit duhet të jetë i njohur me natën e tij kur të gjithë flenë, me ditën e tij kur të gjithë hanë, me trishtimin e tij kur të gjithë gëzohen, me lotët e tij kur të gjithë qeshin, me heshtjen e tij kur të gjithë flasin dhe me përulësinë e tij kur të gjithë krenohen. Kjo thënie tregon se leximi i vërtet i Kuranit e ndryshon tërësisht jetën e individit dhe bën atë njeri me cilësi të larta nga ato morale. Në Kuran thuhet: Bismillahirrahmanirrahim. Vërtet, ky Kuran udhëzon në rrugën më të drejtë dhe jep lajme të mira për besimtarët, të cilët bëjnë vepra të mira, sepse për ta ka shpërblim të madh. Ajeti 9 i surës Isra. Ky ajet na mëson se leximi i Kuranit familjar nuk është vetëm një veprim formal, por është një udhëzim që pasuron shpirtin dhe zbukuron moralin. Profeti Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Kurani është këshillues i sinqert, udhëzues që nuk mashtron dhe rrugë që nuk humbet. Kush lidhet me të, Allahu e ngren, e kush e lë pas dore, Allahu e ul. Ky hadith na shpjegon qartazi se leximi dhe mësimi i Kuranit japin individit një nder të madh, duke e ngritur ato shpirtërisht dhe duke e pastruar nga çdo pluhur i kësaj bote. Njeriu që e lexon Kuranin me zë të qetë dhe me zemër të përulur, përjeton një paqe të brendshme që nuk gjendet askund tjetër. Kurani e mbush shpirtin me dashuri për Allahun, e forcon besimin, e mbron nga mëkatet dhe i mëson durimin, mëshirën dhe drejtësinë. Allahu thot në Kuranin e shenjtë: Bismillahirrahmanirrahim. Ata që besuan dhe zemrat e tyre gjen qetësi me përmendjen e Allahut. A nuk është me përmendjen e Allahut që qetësohen zemrat? Ajeti 28 i surës Ra'd. Pra Kurani të nderuar dëgjues dhe shikues, është forma më e lartë e përmendjes së Allahut. Dhe leximi i tij është shërim për shpirtin dhe ilaç për shqetësimet e njeriu. Imam Aliu paqja qoftë mbi të ka thënë: mësoni Kuranin sepse ajo është fjala më e bukur. Meditojeni atë sepse ai është pranvera e zemrave. Ai shëron, me të shëroni sëmundjet e zemrave tuaja, sepse ai me të vërtetë është shërimi. Këto fjalë të këtij imami tregojnë se mësimi i Kuranit nuk është vetëm një dituri, por një stoli e shpirtit tonë. Kurani e zbukuron individin me moralin më të lartë, sepse ai nuk është vetëm fjalë për të lexuar, por një program jete që e bën njeriu të drejtë, të ndershëm, të mëshirshëm dhe të devotshëm. Vula e profetëve e profeti Muhammad, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, ka thënë: më i miri prej jush është ai që mëson Kuranin dhe ua mëson atë të tjerëve. Ky hadith tregon se bukuria e vërtetë e njeriu qëndron tek lidhja e tij me Kuranin, jo vetëm duke lexuar, por edhe atë që ka lexuar t'ua mësojë edhe të tjerëve. Ky akt i përkushtimit e bën individin një pasqyrë të së vërtetës dhe një dritë për shoqërinë e tij. Kështu që leximi dhe mësimi i Kuranit, siç e thamë më lart, nuk është vetë se një obligim fetar,
por është një zbukurim më i madh i individit, sepse i jep shpirtit drejt, zemrës qetësi dhe jetës kuptim. Dhe kështu, kushdo që lidhet me librin e Allahut xhaleshanhu, i përkushtohet leximit të tij dhe mëson për ta jetuar, do të jetë i bukur jo vetëm nga jashtë, por sidomos nga brëndia e tij. Ai do të pasqyrojë dritën e Kuranit në çdo fjalë, në çdo vepër dhe në çdo sjellje që ka ai në shoqëri. Dhe kjo është madhështia e librit të shenjtë, që nuk i shton asgjë Allahut, por i shton njeriu bukuri, dritë dhe shpëtim. Ky është sekreti dhe i madhështisë së këtij libri hyjnor. Ai nuk ndryshon kohrat, por ndryshon zemrat. Nuk zbukuron botën e jashtme, por zbukuron vetë njeriu. Dhe ky zbukurim është thesari më i madh që njeriu mund të bartë në këtë botë dhe në botën tjetër. Qofshin prej atyre të cilët ndjekin rrugën e këtij libri të shenjtë, si është fjala e Allahut xhaleshanhu. Qofshin prej atyre të cilët e dëgjojmë fjalën e Allahut, e zbatojmë atë në jetën tonë të përditshme dhe nuk shkëputemi nga kjo rrugë sa të kemi jetë. Në këtë momente të nderuar dëgjues dhe shikues, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe begatit e Allahut qofshin mbi ju.